it is my great honor to invite to the podium His Excellency Mr. Edi Rama, Prime Minister of the Republic of Albania, to deliver his keynote. Distinguished rector, I nderuar rektor, profesor Marvala, dear excellencies, të nderuar shkëlqësi, ambasador Pake, I dashur Jean-Eric, zonja dhe zotrinj dhe të dashur student. it is a true pleasure to be Është kënaqësi e vërtet që gjendem sot këtu at the United Nations në University, Universitetin a city e that, Kombeve të Bashkuara në Tokyo, një qytet I cili mishëron Europe, diçka që Europa, Azia dhe bota në të vërtet kanë nevojë më shumë se kurrë. Aftësinë për të kombinuar kujtesën me inovacionin, traditën me transformimin, with ambition, durimin me ambicien and yes, sovereignty Dhe with po. multilateralism. sovranitetin me rendin I come shumë from palësh. a country Unë that bi for decades nga një vend që was për dekada të known tëra as the North njihej Korea of si Koreja e Veriut e a country Europës, sealed off from this një planet's vend life, izoluar nga pretending jeta e there was këtij no west planeti, and east, që pretendonte but only se Albania s'kishte versus the lindje e world. perëndim, por vetëm Shqipëria where the kundër state botës, një vend did ku all the shteti impossible bëri to të isolate pamundurën not only its për të borders, izoluar jo but vetëm also our kufit, minds. por edhe mendjet. We had no friends except one. Nuk kishim Maoist fronte China, të tjera përveç at the njërit, face of the Kinën Cultural e Maos dhe urrëtitjen e revolucionit kulturor. Fryma e errët e revolucionit kaloi kontinentin dhe gjeti stre në tokën tonë. Intelektualët u shndruan në objektiva. Mendimi I liru u shndrua në herezi dhe e shkuara u bë diçka për tu azgjësuar, ndërkohë që ardhmja u shndrua në një burg I maskuar si një strep. Në fakt, është historia që ndodh kur zëvendësohet arsyeja dhe kur izolimi zëvendëson bashkëpunimin. Ja pse kur komunizmi ra, shqiptarët bën një zgjedhje që nuk ishte vetëm politike, ishte ekzistenciale. Zgjodhëm demokracinë, hapjen, lidhjen transatlantike që është Europa. Për ne, integrimi europian nuk ka qenë kurrë një proces burokratik a negociat teknike, e as ka qenë aksesi në një bankomat. Është një aspirat kombëtare, një zgjedhje qytetërimi, një angazhim për t'i përkitur plotësisht një familjeje kombesh demokratike që jetojnë në paqe, liri, që besojnë në paqe, në liri, demokraci dhe sundimin e së drejtës. Shqipëria sot është më afër se kurrë me Bashkimin Evropian. Dhe nuk e kemi parkur të jetë kaq konkrete, kaq reale në asnjë moment të historisë son moderne. Në vijim të çeljes së negociatave për antarësim dhe për parimin e shpejt përmes grup kapitujve, kemi hyrë në fazën vendimtare të rrugtimit tonë europian dhe javën e ardhshme do të kemi një konferencë kyçe ndërqeveritare me Bashkimin Evropian që I jep fill një faze të re të mbylljes së kapitujve dhe të përmbylljes së negociatave brenda një viti e gjysmë. Rruga përpara mbetet shumë kërkuese, tejet sfiduese, por kur nuk kemi qenë më të vendosur dhe kur madje as kemi imagjinuar e jo më të mendojmë një plan B përveç Bashkimit Evropian, sepse jemi të bindur që nuk ka plan B përkundrejt lirisë, nuk ka plan B kundrejt shtetit të së drejtës, se nuk ka plan B
kundrejt demokracisë. And joining the European Union Antarësimi në Bashkimin Evropian është pikërisht entering an organization. kjo, It is nuk ka të about bëjë me hyrjen në një organizat, transforming the por society ka të from bëjë me within, transformimin e shoqërisë building nga the brenda, institutions ndërtimin we never e had, institucioneve që s'kemi patur kur, strengthening the rule of forcimin e shtetit të së drejtës, law, modernizing the public modernizimin e administration, administratës fighting corruption and publike, organized crime, luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar, e krijimin e një shteti që ju shërben qytetarëve, në vend që qytetarët t'i shërbejnë shtetit. beyond all this, Dhe përtej gjithçkaje giving to ourselves a place që t'i japim vetes një vend në një hapësirë security and ku liria, cooperation siguria dhe bashkëpunimi are the fundamental janë values and principles vlerat of e the parimet themelore të bashkëekzistencës. One of the most profound Një chapters prej of kapitujve our më të thellë të rrugtimit ton ambition drejt has been our kësaj justice ambicieje reform. ka qenë reforma One jonë në of the drejtësi. deepest and most Një difficult prej reforms reformave Albania më të has thella e ever të vështira që ka ndërmarrë ndonjëherë Shqipëria. Not because changing Jo laws sepse is ndryshimi i difficult. ligjeve është i Changing vështirë, laws të is ndryshosh ligje është e lehtë. And in Albania is easier than in Japan. Dhe në Shqipëri është më e lehtë se sa në Japoni me qëra fjala të ndryshosh ligje. Changing habits, Të ndryshosh zakone, të ndryshosh pritshmëritë, and changing Dhe entrenched systems të is hard. ndryshosh sisteme But reforms të ngërthyera është e that matter are vështirë, never easy. por reformat që kanë pesh kur nuk janë të lehta. Reformat që janë të lehta kur nuk kanë pesh. Sot rrugtimi evropian mbetet motori më i fuqishëm i transformimit që ka në dispozicion Shqipëria. Dhe unë gjithmonë e përsëris se ajo çfarë e bën Shqipërinë very real chance të ketë një shans shumë real dhe jo vetëm Shqipëria, por edhe Ballkani Perëndimor, krahasuar me Afganistanin, krahasuar me Irakun, krahasuar me vende të tjera the promise ku of, premtimi the collective West was to i bring perëndimit kolektiv ishte të sillte liri e demokraci, por rezultati nuk ishte is i tillë, është pikërisht ndryshimi between having midis të pasurit ose jo të bashkimit evropian si destinacion e si një bashkëudhëtar routes. në këtë rrugtim. Bashkimi Evropian know-how është source burimi më jashtëzakonshëm i dijes për shtet ndërtimin që ka krijuar ndonjëherë njerëzimi. transferring this know-how Dhe transferimi i kësaj dije është ajo çfarë ata bëjnë më mirë. Russia's aggression against Agresioni Ukraine rus kundër Ukrainës reminded Europe of something i kujtoi Europës diçka që për fat të keq began to take for granted. shumë kishin nisur ta merrnin të mirëqen, sepse për herë të parë në historinë e vet, Europa pati një brez që nuk pa asnjë luftë. Kështu që vetë kënaqësia u bë pjesë e mënyrës së jetesës në Bashkimin Evropian, Peace was ku paqja somehow në një farë mënyre taken for granted and merrej si considered e self-sustaining. mirëqen dhe e vetëqëndrueshme, ku demokracia Seen as irreversible. shihej si e pakthyeshme Security, dhe siguria in fact, cannot be outsourced. në fakt nuk mund të jashtë kontraktoj historinë. Në këtë kuadër, integrimi i plotë i Ballkanit Perëndimor dhe i Shqipërisë në këtë rast në BE nuk është thjesht një kërkesë e jona apo kërkesë e rajonit, është nevojë strategjike edhe për vetë Europën, sepse ardhmja e Europës nuk mund të jetë e plot, ndërkohë që një rajon rrethuar tërësisht nga Bashkimi Evropian që në kufi të mbetet jashtë arkitekturës politike të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka dëshmuar
që jo vetëm është partnere e qëndrueshme dhe besueshme, por edhe që e do kaq shumë Bashkimin Evropian që asgjë nuk ja ndryshon mendjen. Ne duam të martohemi, këmbgulim, ne do të martohemi. Jemi plotësisht të linjëzuar me politikën e jashtme të sigurisë së Bashkimit Evropian. Jemi një aleat i përkushtuar i NATO-s. Jemi thellësisht lidhur me marrëdhënien transatlantike që ka garantuar lirinë e stabilitetin e Evropës për brezat të tërë, sepse edhe pse Bashkimi Evropian është destinacioni ynë, marrëdhënia transatlantike është speranca mbi të cilën mbështetet kjo marrëdhënie. Ndërkohë që busulla jon strategjike çon drejt Europës, kurioziteti dhe partneriteti ynë shtrihet shumë përtej Europës. Kjo më sjell këtu në Azi, sepse ka kaq shumë që gjithkush mund të mësoj nga Azia. Ka kaq shumë që Europa mund të mësoj nga Azia. Transformimet të jashtëzakonshme gjatë kësaj gjysmë së fundit të shekullit dhe ka kaq shumë që edhe Ballkani Perëndimor mund të mësoj. ASEAN-i ofron një mësim veçanërisht të çmuar. Antarët e organizatës kanë një origjinë, sistem politike, kulturë, histori shumë të ndryshme, por kanë kuptuar diçka thellësisht të rëndësishme. Bashkëpunimi nuk kërkon uniformitet. Marrëdhëniet miqësore nuk kërkojnë të jesh njësoj. Përparimi nuk arrihet duke eliminuar ndryshimet, por duke i shkrirë në mënyrë inteligjente e duke i përdorur ato si forca ekuilibruese. Për një rajon si Ballkani Perëndimor me një histori që shpesh ka qenë më e dukshme se sa e ardhmja, mençuria e këtij rajoni mbar vlerë shumë të veçantë. ASEAN-i na mëson që besimi mund të ndërtohet gradualisht, që prosperiteti mund të krijojë stabilitet dhe se fqinjët nuk kanë nevojë të bien dakord për çdo gjë, që të ecin përpara së bashku. Ky është një mësim që vlen të mbahet mend jo vetëm në Ballkan, por gjithmonë më tepër në shumë anë të botës. Dhe në qoftë se ASEAN-i ofron mësime në bashkëpunimin rajonal, Japonia ofron mësime në diçka edhe më të jashtëzakonshme për fuqinë e qëndresës. Pak kombe kanë përjetuar shkatërrim të tillë, e kanë arritur një rimëkëmbje të tillë. Pak kombe kanë dëshmuar kaq kapacitet, aftësi për të transformuar tragjedinë në forcë, mungesën në inovacion dhe kundërshtinë në ekselencë. Në fakt, madhështia nuk matet me mungesën e sprapsjeve, por me aftësinë për të ngritur pas tyre. Për Shqipërinë, Japonia ka qenë shumë më tepër se sa vetëm një partner zhvillimor, ka qenë një mik i besuar dhe dua të sjell në kujdes këtu që në vijim të tërmetit shkatërrues të 2019-s, Japonia qëndroi krah nesh dhe kurrë nuk do ta harrojmë këtë gjë. Shumë profesionistë shqiptar në punës publike, ekspert kanë përfituar nga trajnimet dhe programet e formuese të Japonisë. Dhe në një vend që po kalon transformim të thellë, kapitali njerëzor është ndoshta kapitali më i rëndësishëm nga të gjithë. Por ajo çfarë e bën Japoninë të paçmuar për ne është fuqia e shembullit të saj si burim frymëzimi i pashtershëm. Në disa mënyra Japonia është bërë një partner i tërthor, por i rëndësishëm në rrugtimin evropian të Shqipërisë, sepse integrimi evropian nuk ka të bëjë vetëm me negocimin e kapitujve dhe transferimin nga atje në vendin ton të korpusit ligjor europian, por ka të bëjë me ndërtimin e institucioneve për të rritur standardet, qëndresën, ka të bëjë me zhvillimin e një kulture ekselencë, dhe gjitha këto janë fusha ku Japonia
mbështetja e saj është shumë e vlefshme. Ajo çfarë bën veçanërisht kuptim plot marrëdhënien tonë është që pavarësisht kufive gjeografik që ndajnë vendet tona, ne ndajmë bindje shumë të ngjashme. Një besim në bashkëpunimin ndërkombëtar, respektim për institucionet demokratike, përkushtim ndaj stabilitetit, besim në arsim, besim në inovacion dhe ndoshta mbi të gjitha një bindje se suksesi afatgjatë ndërtohet me durim e këmbëngulje më shumë se sa me rrugë të shkurtra. Në një botë që karakterizohet gjithmonë më tepër me polarizim, fragmentarizim e padurim, këto vlera janë shndruar në asete strategjike. Japse institucione si Universiteti United Nations janë kaq të rëndësishme sepse në fund të fundit integrimi nuk është vetëm institucional, është intelektual, është kulturor, është njerëzor. Urat e njohurisë rezultojnë më të qëndrueshme se sa ato të çelikut dhe bashkëbisedimet midis shoqërive shpesh shkojnë përtej marrëveshjeve midis qeverive. Pra, ne jemi thellësisht të angazhuar ndaj integrimit në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria sot bazuar në barometrin evropian, jo çfarë mendoj unë, është shoqëria më pro-europiane e kontinentit. Dhe ju kanë thënë, jemi të dashuruar. Kështu që nga Koreja e Veriut e Europës në një vend kandidat për NBE dhe aleat i NATO-s në harkun e një jetë e tjetuar është diçka mjaft e rëndësishme. Dhe nga hijet e revolucionit kulturor të vlerat e Europës demokratike, nga një vend që dikur i trembej botës në një vend të vendosur për të kontribuar për botën, është vërtet diçka. E ky rrugtim na ka mësuar diçka të thjeshtë, shumë të thjeshtë, por të rëndësishme. Historia mund të formësoj një komb, por nuk duhet të përkufizoj fatin e tij. Dhe Japonia është ndoshta shembulli më i shkëlqyer i kësaj. Isha mjaft i vetëdijshëm që duhet ta mbaja këtë fjalë të premten dhe premtja është shumë e rrezikshme për të mbajtur fjalime, sepse të gjithë mezit shpresin të largohen nga ndërtesa në vend që të dëgjojnë leksion. Bëra maksimumin që të jem serioz si shpritet një lektor, por edhe të mos ju jap leksione, siç nuk e prisnit. Kështu që këtu i përmbyll komentet e mia dhe natyrisht do të jem më së i lumtur t'i përgjigjem çdo pyetjeje që ju keni, e me shumë kënaqësi do t'ju ftoja të gjithë ju japonezë që jeni këtu të vini e të vizitoni vendin tonë. Më vjen keq që nuk ja dolëm të sillnim ca diell në Tokyo, sepse kemi shumë diell në shtëpi, kështu që ejani ta shijoni. Ndërsa ushqimi juaj nuk ka të dytë, po sërish ne kemi ushqimin më të mirë në Ballkanin Perëndimor. Dhe natyrisht ambasadori kupton, e di shumë mirë këtë edhe pse nuk do ta thot me zë të lartë. Pra, faleminderit shumë. Është kënaqësi. Faleminderit.